Pra të dashur miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar me ju pak ngjarjet më dinamike që në fakt po bëjnë namin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës. Zënka e madhe që sonte pati Alba, pati Dolce, por edhe Benita. Dikur ishin dy shoqe shumë të mira, por për ta kap Prime-in, për të qenë në fokus në fakt të Big Brotherit, ato bën veprime që e gjuajtën Albën me ujë, që Benita ja derdhi ujin Albës, pastaj edhe Alba kërcënonte Dolçen duke i gjuajtur me atë, le ta themi dezinfektuesin e dritareve, si e till mu duk. Edhe pse Alaudini dhe Jonida në Prime-in e kaluar, do të thënë treguan që në qoftë se vajzat apo djemtë do të thyenin rregullat, do bënin lojë të ktill, do të kishte pezullime apo do të kishte menjëherë eliminime nga shtëpia. Nuk është se pash përsëri një ndërhyrje nga ana e produksionit, nuk është se pash përsëri një zarf të zi të mbërrinte në shtëpi, do me thënë pa marrë parasysh që vajzat u afruan shumë me njëra tjetrën, ja derdhën Albës, për shembull Benita ja derdhi Albës ujtin në fytyrë edhe pse i premtoi nënës së saj që nuk do të bën sjellje të këtilla, që nuk do të bën veprime të këtilla, që do të nxjerrën atë Benitën e vërtet, përsëri banorët e kanë marrë lojën shumë personale. Unë mendoj që Albës po i bëhen shumë bullizime, Albës po i bëhen shumë padrejti brenda asaj shtëpie. Nuk e di derisa ku do të shkon kjo ngjarje, por për shembull kultura e Dolçes nuk më ka pëlqyer në asnjë minutë. Unë do të them që Dolçe është kjo vajza që është e urtë e qetë, po mos ja zën çrrugën se të bën namin. Në këtë mes kishte edhe një kërcënim sepse Dolçe i tha Albës jashtë që ti kur do dalësh, i tha brenda, falni, kur do dalësh ta jashtë ti, do vish ta të më kërkosh falje. Do të thënë ishin këto fjalë të Dolçes që ja tha Albës. Do shohim se si do të vepron tani vllau i madh, u bën 2 orë që s'ka akoma asnjë zarf të zi asnjë gjë, por mendoj që nuk është e drejtë dhe nuk është e bukur që të shprehen apo të ndodhin veprime të këtilla.